besimtar, jeta e njeriut në këtë botë të përkohshme kalimtare është një sprovë dhe njeriu vazhdimisht do të përballet me sprova nga më të ndryshme në jetën e kësaj bote të përkohshme. Njeriu ka një rrugtim në këtë botë, dikush më pak, dikush më shumë, por rrugtimi ynë vetëm se i afrohet çdo ditë e më shumë, i afrohet përfundimit, largimit të përhershëm nga kjo botë e përkohshme për të nisur një fillim tjetër i përhershëm, por në një dimension tjetër që e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, thot Zoti i gjithësisë. E përshkruan rrugtimin, udhëtimin e njeriu në këtë botë me tre fjalë dhe thot: nga balta, nga dheu, nga toka ne ju krijuam. Dhe tek ajo do t'ju vendosim përsëri, pra kur ndroni jetë në varr. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dhe kur të bëhet ringjallja përsëri, ne do t'ju nxjerrim, do t'ju ringjallim nga varret tuaja, thot Allahu Azza wa Jall. I tillë duhet të jetë edhe koncepti, filozofia e jetës së çdo muslimani që beson Allahun dhe ditën e gjykimit dhe që beson dhe pason profetin alayhi salam. Jo thjesht të besosh këtë gjë sepse të gjithë e besojnë, por të jetosh duke besuar të parim hyjnor që është parimi i Allahut Azza wa Jall dhe është tradita e profetit alayhi salam. Unë nuk jam në këtë botë, thot profeti alayhi salam, illa karakibin istadalla tahta ash-shajara thumma raha fatarakaha. Unë nuk e shoh raportin tim, lidhjen time me këtë botë vetë si një udhëtar që pushon poshtë hijes së një peme, pushon pak edhe largohet. Pra, kaq e shkurtër është jeta e kësaj bote. Ajo kalon shumë shpejt. Sado që njeriu të jetojë në këtë botë, ajo është kalimtare. Ajo azgjësohet një ditë dhe njeriu largohet vetëm me besimin e tij dhe vetëm me veprat e tij. Por çfarë ndodh me njeriu? Përballë këtij fakti të pashmangshëm që është vdekja, përballja që njeriu do të largohet do apo nuk do, e pranon apo nuk e pranon, jeton duke menduar vazhdimisht që ai do të ndrojë jetën në çdo çast apo nuk jeton me këtë lloj koncepti, me këtë lloj mendimi në jetën e tij, në mendjen e tij, ai përsëri do të ndrojë jetën. Por ajo që takon besimtarit që është vigjilent, që është jeton me një vitalitet, me një kthjellësi në jetën e kësaj bote të përkohshme, është ai të jetojë me këto vlera që i paraqet feja e Allahut Azza wa Jall, pra ai në çdo moment të jetojë sikur ai do të largohet nga kjo botë, të punojë fort sikur ai do të jetojë shumë, por lidhja e tij të jetë e përkohshme dhe ai ta shoh pasurinë dhe çdo gjë në këtë botë si një mjet që ai të përfitojë përfitimet pafundme kur ai të largohet nga kjo botë e përkohshme dhe nga kjo botë kalimtare të nderuar besimtar. Dhe pikërisht siç thot Omeri radhiyallahu anhu, ashtu siç besoni do të jetoni dhe ashtu siç ju jetoni do të ndroni jetë dhe ashtu në formën që ju do të ndroni jetë do të largoni nga kjo botë, pikërisht ashtu edhe do të ringjalleni, tha Omeri radhiyallahu anhu. Pra ajo që ndodh me njeriu është pikërisht zemra. Ajo që kontrollon të gjithë strukturën e njeriu është zemra. Si thot profeti alayhi salam, është një organ në trup, nëse ajo është në rregull, i gjithë njeriu është në rregull, dhe nëse ajo prishet, i gjithë qenia e njeriu është prishur dhe ajo është zemra, thot profeti alayhi salam. Dhe është zbutja e zemrës. Që zemra është e butë përballë madhështisë së Zotit dhe përballë bukurive kalimtare të kësaj bote, njeriu nuk i ka lënë të depërtojë në thellësinë të zemrës të tij, por ai i shmangët me mekanizmat që ka caktuar feja dhe nuk lë që të deportojnë bukuritë joshse të kësaj bote kalimtare, që mund të jetë pasuria, mund të jetë fama, mund të jetë dëshira për të dukur, dëshira për të njohur, dëshira për të grumbulluar, dëshira për të pasur sa më shumë kapital. Këto nuk janë ndaluar për të pasur, por duhen balancuar, duhen ekuilibruar me mekanizmat që ka caktuar feja, që njeriu t'i japi zakatin e pasurisë, të ndihmojë të varfrit, dhe ai mos të bëhet rob i paras, por bëhet rob i atij që e ka dhënë paran, ai që ai jep pasurinë që i ka dhënë çdo gjë dhe mund t'ia marrë ashtu siç e ka dhënë në çdo moment të jetës tij, dhe ai të gjithë këtë gjë ta shoh
si një mirësi që e ka dhënë Zoti i gjithësisë, por jo si zotësi e punëve të tij, por si mëshirë e Allahut Azza wa Jall. Dhe njeriu ndodhet përballë faktit që ai ta zbuzë zemrën e tij, ta edukojë zemrën e tij që të ketë vend vetëm për dashurinë e të Madhit Allah. Dhe nga ana tjetër, kur njeriu bëhet pre e gjithë këtyre bukurive jashtëse, ai zemrën tashmë e ka të ndryshkur, nuk e ka të zbutur, por zemra e tij është e ngurcuar përballë madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe përballë faktit që ai në çdo moment do të largohet nga kjo botë e përkohshme. Pikërisht të thotë dhe Zoti i gjithësisë: "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun." Vetëm sikur të përuleshin, thot Allahu Azza wa Jall, kur i erdhi ndëshkimi ynë, por zemrat e tyre u bën u ngurcuan, ndërsa shejtani i mallkuar djalli u paraqiste si të bukura veprat e tyre të këqija. Dhe çfarë ndodhi, thot Zoti i gjithësisë, kur ata i harruan paralajmërimet tona, ne u hapëm dyert e çdo mirësie, por sapo po gëzoheshin me ato që u dham, ne i dënuam befasisht dhe atëherë ata u zhytën në dëshpëri. Pra njeriu kur fillon dhe bëhet rob i paras dhe i çdo bukurie kalimtare, lidhet ai shumë me këtë botë sikur nuk do të ndrojë jetë asnjëherë, atëherë ngurcohet zemra e tij dhe ai përballë të gjitha gjëmave që ndodhin tek njeriu, vdekjet, ndëshkimet, fatkeqësitë natyrore që mund të ndodhin njerëzimit, ngjarjet që ndodhin rreth e rrotull nesh, njeriu nuk i bën përshtypje çfarë ndodh dhe i ngurcohet zemra e tij. Dhe pikërisht kur njeriu arrin këtë status të Zoti, ai harron paralajmërimet që ne i themi vazhdimisht në Kur'an dhe në traditën e profetit alayhis salam, që ti je i përkohshëm në këtë botë, do të largohesh një ditë nga kjo botë e përkohshme, atëherë ne i japim atij mirësi nga kjo botë, ai sa i do, derisa i harron se ka ardhur këtë botë, harron qëllimin dhe ne befasisht një ditë, thot Zoti, e çojmë vdekjen dhe ajo i shkon në mënyrë befasuese dhe e shtang njeriu befasisht dhe njeriu ligështohet, liderohet dhe ai nuk ka më çfarë të rregullojë pikërisht në momentin që i vjen vdekja. Pikërisht këtë tha dhe Zoti i gjithësisë: "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dalalin mubin." Mirë për ato zemra që janë të ngurcuara nga përmendja e madhështisë së Allahut, nga përmendja e vazhdueshme e Allahut Azza wa Jall, me të vërtetë që këta njerëz janë në një humbje shumë të qartë, thot Allahu Azza wa Jall, nuk i bën në përshtypje asgjë. Thjesht ai ka një sprovë në zemrën e tij, gjithë zemrën e tij ja ka dhënë pasurisë të kësaj bote kalimtare dhe ai për atë është bërë në thonjza Zot, dhe pasuria dhe çdo gjë që ai ka në këtë botë, ai para saj nuk vë asnjë. Dhe kur zemra arrin një status të tillë të ngurcimit, në vërtetë Allahu njeriu është në një humbje shumë të qartë, shumë të dukshme, dhe ai tashmë edhe pse mund të ketë shumë mirësi që i ka dhënë Zoti, ai nuk shijon asgjë nga kjo botë e përkohshme, edhe pse mund të falet, por ai ka lënë hapësirë që dashuria e bukurive jashtëse kalimtare të kësaj bote të depërtojnë në zemrën e tij, në dashurinë në zemrës së tij. Atëherë ai njeri është bërë një njeri që nuk ndjen më, me një zemër të ngurtë, që nuk shijon më asgjë nga ëmbëlsia, nga bukuritë e besimit që i ka fal Allahu Azza wa Jall. Prandaj profeti alayhis salam na kujton dhe na këshillon dhe thotë: "Përmendeni, përkujtojeni shumë ato që u aprish qefet, ato që u largon, ju aprish planet që njeriu bën. Njeriu bën plane sikur të rregullojnë të gjendjet biznesin, të arrijë të mbledhë dhe kaj të ardhura. Kur të arrit të bëjë edhe kaj të ardhura, do të bëj haxhin inshallah, kur të rregullojë edhe shtëpinë, kur të bëjë edhe një shtëpi të dytë për djalin tjetër, për vajzën tjetër, kur të kemë edhe një shtëpi për pushimet verore, unë atëherë do të shkoj në haxh. Por të martoj një herë djalin, të martoj edhe një herë vajzën, pastaj do ta bëj edhe haxhin, dhe kështu njeriu vazhdon edhe mashtron djalli i mallkuar duke përdorur këto mekanizma, dhe vjen në fundi njeriu dhe vjen vetëm pendimi dhe shejtani. Në momentin që njeriu ndjen pendimin ku largohet nga kjo botë dhe i thotë: "Unë nuk bëra asgjë, thjesht ju nxita, ju ftova dhe ju më pasuat mua të shejtani i mallkuar, dhe unë nuk kam asnjë faj për atë që vepruat."
Mos më qortoni mua, por qortoni veten tuaj, thot shejtani i mallkuar, pikërisht në këtë moment kur njeriu ndjen ndjenjën e pendesës, dhe është një pendesë që nuk i bën më dobi kur ai përballet me vdekjen e tij. Prandaj njeriu duhet të jetë syçel para se të vi vdekja, para se të vi momenti i fundit në këtë botë përkohshme. Prandaj profeti thot, përmendeni vazhdimisht vdekjen. Dhe kur përmendesh vdekjen, jo thjesht do të vdesësh, por ti kur të flesh në darkë, kur bën ato planet e tua, siç i bën çdo natë ndoshta e planeve të punës tënde, bëj edhe planet e punës së vdekjes që të pret. Kur ti do të largohesh, njeriu do të mendojë edhe kohën kur ai do të qefinoset, sepse është një vërtet e pashmangshme. Do të mendojë, të meditojë edhe për momentin kur njerëzit do ta lënë në varr dhe pasuria dhe familja e tij do të kthehet pas, dhe ai ka vetëm qefinin e tij dhe errësirën e varrit. Gjithë do të largohen. Gjithë do të lënë aty vetëm. Njeriu këto gjëra duhet të meditojë herë pas here. Dhe po ta shikoj çdo kush ta bëj këtë gjë çdo ditë në darkë, kur shkoj për të fjetur dhe është vetëm në qetësinë e tij të trupit, atëherë njeriu do të shikojë që për shumë gjëra që ai e lodh veten, për shumë mendime që ai e ka preokupuar veten, nuk ka vlerë. Dhe ajo që e vlen në së vërtetë është pikërisht kjo ngjarje që e pret gjithë secilin prej nesh, që është vdekja, dhe ajo është një derë e hapur që e pret gjithë secilin prej nesh në çdo moment, dhe njeriu duhet të jetë i zgjuar, duhet të jetë vigjilent, i kthjellët në çdo moment, ai duhet të jetë gati, sepse nuk dihet momenti kur ne do të largohemi nga kjo botë e përkohshme. Prandaj profeti na thotë që ta përmendni sa më shumë vdekjen, i vizitoni varrezat, që ne të rikujtojmë vetes që ajo është banesa jonë e fundit dhe e përhershme që ne do të marrim nga kjo botë e përkohshme. I vizitoni varrezat sepse ajo ju përkujton ahiretin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Të meditojmë rreth çdo ajeti që lexojmë në Kur'anin famlar, për çdo ngjarje që flet Zoti i gjithësisë, ne ta lexojmë librin e Allahut duke e lexuar me meditim të thellë. Kur e pyetën Imam Ahmetin se si ta zburtim zemrën tonë, ai tha, vizitoni varrezat dhe përkëdhelni kokën e jetimit të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam na tregon që kur njeriu besimtar që ka jetuar me parimet e besimit, ai kur ndron jetë, ai çlirohet nga lodhja e kësaj bote dhe shkon drejt mëshirës së Allahut azza wa jall. Ndërsa kur njeriu i shturur, kur njeriu pa moral, pa norma njerëzore, ai që s'e ka besuar Zotin, kur ai ndërron jetë, thot profeti alayhis salam, të gjithë njerëzit rehatohen nga ai. Edhe pemët, edhe kafshët, edhe i gjithë vendi ku ai jeton rehatohet nga njeriu që nuk e ka adhuruar Zotin e tij dhe është njeri pa norma, pa moral, sepse ai është një barr për të tërë njerëzimin që jeton, sepse ai ka dalë nga rregulli i të adhuruarit të Allahut azza wa jall, dhe kur ai njeri ndron jetë, të gjithë lehtësohen nga barra e mohimit të tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam na thotë që kur ne të jemi në tashahhud, kur jemi në tahiyat, që lexojmë duan e tahiyat, dhe para se të japim selam, të kërkojmë mbrojtje Allahut nga 4 gjëra, siç lutet profeti alayhis salam. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil jahannam wa min adhabil qabr. O Zot, më mbroj nga dënimi i xhehenemit, më mbroj nga dënimi i varrit, o min fitnatil mahya wa mamat. Dhe më mbroj nga sprova e jetës dhe nga sprova e vdekjes së profetit alayhis salam, dhe më mbroj mua nga e keqja e sprovës se fitnatil mesihit dajjal, nga prova e mesihit e dajjalit, ta profeti sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dhe kur njeriu i vjen befasisht vdekja, thot Allahu azza wa jall, ai thot vetëm një fjalë: rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. O Zot, të lutem më kthej edhe një herë në atë botë që unë të bëj një punë të mirë. Pendimi i parë i njeriu kur ai do të largohet nga kjo botë do të jetë kjo fjalë: o Zot, më kthej edhe një herë në atë botë, jo që të takoj fëmijën, jo që të kem edhe një herë pasurinë time, por më kthej edhe një herë në atë botë që unë të bëj një punë të mirë
nga ato punë që unë nuk i bëra që i lash pas dore dhe nuk i bëra, do të thoj njeriu në momentin e parë që do të përballet me vdekje. Njeriu sot është aq i udhëtuar në të gjitha dimensionet. Njeriu me rrjetet sociale, me avancimin e teknologjisë e internetit, njeriu sulmohet në të gjitha mënyrat që ai të harrojë, të bëhet e harrueshme që ai një ditë do të largohet nga kjo botë. Pra njeriu e di këtë fakt që do të ndrojë jetë, por jeton sikur nuk do të ndrojë jetë asnjëherë. Sikur vdekja është një koncept jo real, sikur vdekja do të vi atëherë kur njeriu e dëshiron. Ti thot Aliu radhiyallahu anhu, "Ya man bid-dunyahu ishtaghal." A mirë ti njeri që angazhohesh me këtë botë. Qad gharrahu tulul amal. Dhe njeriu kur zhytet ai shumë në këtë botë, qad gharrahu tulul amal. Atë e mashtron shpresa, un kam kohë akoma. Kjo është ajo që e mashtron çdo kënd prej nesh. Qad gharrahu tulul amal. Jam i ri, jam i fuqishëm, jam i shëndetshëm, kam kohë akoma përpara për të jetuar dhe njeriu vazhdon me shkujdesje. E walam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. Deri kur do të vazhdojë njeriu në këtë shkujdesje, në këtë gaflet, dhe exheli i tij, vdekja e tij vetëm se afrohet. Isbir ala ahwaliha wal qabru sunduqul amal. Dhe durohet përballë vështirësive të kësaj bote kalimtare, sprovës të bote kalimtare, dhe dije që varri është si një sunduk, si një kuti me veprat që ti do të marrësh nga kjo botë. La mauta illa bil ajal. Dhe nuk ka vdekje vetëm atëherë kur e ka caktuar Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Prandaj profeti kur na këshillon që të vizitojmë varrezat, njeriu që është besimtar kur shkon në varreza bën një lutje në këtë formë: Assalamu alaikum ahla ad-diyari minal mu'minina wal muslimin. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju o musliman dhe o besimtar. Pra ata që janë besimtar, ne i çojmë një selam dhe i themi wa inna insha Allahu lalahiqun bikum lalahiqun. Dhe ne së shpejti do t'ju bashkohemi. Pra që kur hyn në varreza njeriu hyn me një meditim të tillë. Jo siç është tradita në vendin tonë që njerëzit çojnë ujë, çojnë paketa, çojnë ushqim, çojnë lek, ndezin qirin. Njeriu shkon në varreza, jo se është mirë për të vdekur, por është mirë për gjalljen, sepse ti vdekjes nuk ke çaj bën tashmë. Bëja me mermer, bëja me kondicioner, bëja çfarë duash ti varrit, nuk ke çfarë i bën më, kanë myllat e sate. Por vizitat janë për ne të gjallët, që ti ku të shkosh atje ti të rastësh mendjes, që edhe ti vendin këtu e ke një ditë. Se shumë njerëz se konceptojnë është gjuna do të shkoj për Bajram, të hiq pak barin, të mbjell me një lule, të jedh pak ujë, nuk është ky thelbi. Thelbi është që ti të shkosh, të meditosh pak, jep selam dhe i thua dhe ne do të bashkohemi me ju. Pra meditim që ti do të largohesh nga kjo botë. Ti pikërisht ky është vend strehimi që ti do të jetosh përgjithmonë, pasi largohesh nga kjo botë. Dhe pikërisht ky varr i ngushtë që është një errësirë totale, ose do të kthehet në një baçe nga baçet e xhenetit, ose do të kthehet në një skëter nga skëteri i zjarrit të xhenemit, kur ti do të pyetesh kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është profeti yt, cili është libri që ti ke pasuar. Dhe këto pyetje, ai që i kalon me sukses do të pyetesh për namazin tënd, ai që i kalon me sukses çdo gjë që vjen më pas është më e bukur, është më e lehtë profeti alayhis salam, dhe varri kthehet në një kopshт nga kopshtet e bukur të xhenetit. Dhe ai njeriu që këto pyetje nuk i kalon me sukses, pa në bazë të asaj që i ka jetuar që në këtë botë, ai këtyre pyetjeve nuk mund të jap dot përgjigje, dhe ai që nuk i jep përgjigje këtyre pyetjeve, mirë për dënimin që do të kalojë njeriu në varr. Mirë për atë vuajtje, për atë siklet, nuk ka vuajtje më të madhe që njeriu ka parë pas vdekjes së tij, se sa dënimi në jetën e varrit. Prandaj profeti lutej: O Zot, më mbroj nga dënimi i varrit. Dhe nga momentet e fundit ku njeriu të largohet, inna lil mauti sakarat. Pra njeriu edhe momentet e fundit të vdekjes, profeti është lutur: O Zot, ma vështirëso mua dhe lehtësoja ummetit tim. Sepse edhe momenti i fundit ku njeriu largohet nga kjo botë është shumë i sikletshëm, është shumë i vështirë, dhe njeriu me besim të plot, Allahu ja lehtëson momentin
e daljes së shpirtit, ai që ka jetuar me këtë normë besimit, ai do të largohet i qetë nga kjo botë e përkohshme nderuar besimtar. Prandaj vizita e varrezave e zbut zemrën për faktin që ne i kujtojmë vetes që ajo është shtëpia e vërtet që ne do të marrim kur të largohemi nga kjo botë e përkohshme dhe çdo gjë tjetër ka qenë një lojë. Prandaj Zoti kur e përshkruan momentin e jetës së kësaj bote thotë është illa lahun wa la'ib. Dëfrim i çastit dhe një lojë. Lahun, një kënaqësi e çastit, wa la'ib, lojë. Fillon mbaron kur e sheh veten jetë tek varrezat dhe njerëzit kanë lënë pas. Ky është realiteti që ne duhet kuptojmë, që duhet të ndërgjegjësojmë veten tonë, fëmijët tanë, dhe të jetojmë pikërisht me këto koncepte në jetën e kësaj bote përkohshme. Qofse ne harrojmë këto koncepte, harrojmë këto dimensione që ka vendosur Zoti i gjithësisë për ne, atëherë do të jetojmë me shkujdesje dhe pas çdo shkujdesje vjen një shkujdesje tjetër deri në momentin që vjen ajo që i prish shefin njeriu, ajo që e zgjon nga gjumi njeriu, që është vdekja, dhe ajo është e vërtet, është hak. E lutim Allahun azza wa jall që të na lehtësoj momentin e vdekjes, e lutim Allahun azza wa jall që të na largojë nga kjo botë vetëm se duke qenë musliman, duke qenë besimtar, dhe duke bërë vepra të mira, dhe e lutim Allahun azza wa jall të largohemi nga kjo botë vetëm se duke adhuruar Allahun